Kavaja u trondit sot nga një sulm i rënd me thik, ku biznesmeni Artur Ligeja u plagos brenda një prej bizneseve në pronësi të tij. Ngjarja ka shkaktuar shqetësim në qytet dhe ka vënë në lëvizje forcat e policisë. Sipas informacioneve paraprake, autori i dyshuar, shtetasi Eri Veletsia, i ka kërkuar para biznesmenit dhe pas refuzimit e ka goditur me thik duke i shkaktuar plag trupore. Ai u arrestua menjëherë pas sulmit. Ligeja ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia po vijon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e këtij sulmi. Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin policor të koduar livadhe të zhvilluar për kapjen e personave në kërkim. Gjatë aksionit u vënë pranga shtetasi 25 vjeçar me iniciale SC, ndërsa u shpall në kërkim një 39 vjeçar me iniciale BB, të dy banues në Shkodër. 25 vjeçari ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Shkodër i kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Ai akuzohet për disa vepra penale të rënda, përfshirë vjedhjen e kryer në bashkëpunim, mbajtjen pa leje dhe prodhimin e armëve e municioneve, si dhe prodhimin dhe shitjen e narkotikëve. Operacioni u realizua nga sektori për hetimin e krimeve të rënda, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër, forcat e posaçme shqiponja dhe forcën kombëtare të sigurisë. Hetimet vijojnë për kapjen e 39 vjeçarit të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale. Një konflikt mes 3 personave në kryeqytet ka përfunduar me plagosjen me thik të shtetasit me iniciale KK, i cili ndodhet aktualisht nën kujdesin e mjekëve. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Ali Bora dhe ka sjellë ndërhyrjen e menjëhershme të policisë. Autoritetet kanë arrestuar shtetasin 33 vjeçar me iniciale RB, ndërsa shtetasi 29 vjeçar me iniciale FH, i dyshuar për plagosjen, është shpallur në kërkim. Sipas policisë, pas sulmit, 29 vjeçari u largua nga vendngjarja me ndihmën e bashkëpunëtorit të tij, 33 vjeçarin, i cili e transportoi me automjetin e tij. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave të konfliktit. Një 54 vjeçar punonjës i shërbimit zjarfikës në bashkinë e Pogradecit është arrestuar pasi policia i gjeti një sasi lënde narkotike të dyshuar kanabis në ambientet e lokalit në pronësi të tij. Sipas njoftimit zyrtar, Luan Sulstarova dyshohet se përdorte lokalin që administronte për të ushtruar aktivitetin e shpërndarjes së drogës. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi kanabisin si edhe një shumë parash që i posedonte 54 vjeçari, të dyshuara si të ardhura nga aktiviteti kriminal. Aksioni u zhvillua në kuadër të hetimeve me metoda proaktive dhe kontrolleve intensive për goditjen e narkotikëve, duke u finalizuar me operacionin e koduar aktiviteti. Menjëherë pas arrestimit me urdhër të drejtorit përgjithshëm të shërbimit zjarfikës Arben Cara, punonjësi u pezullua nga detyra, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprës penale. Një aksident me pasojë vdekjen është shënuar pas ditën e së mërkurës në Tiranë, ku një punonjës i policisë së shtetit ka aksidentuar për vdekje një 65 vjeçar. Ngjarja ndodhi në bulevardin Bajram Curri, teksa efektivi po drejtonte një motomjet shërbimi. Sipas të dhënave zyrtare, inspektori me iniciale MK, patrulle përgjithshme pranë DVP-s Tiranë, ka përplasur 65 vjeçarin me iniciale PF. I dëmtuari u dërgua me urgjencë në spitalin Shefqet Ndroqin në gjendje të rëndë shëndetësore, por për shkak të plagëve të marra ndroi jetë rreth orës 21 të mbrëmjes. Në aksident mbeti i lënduar edhe vetë punonjësi i policisë. Pas ngjarjes ai u arrestua nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila kreu veprimet procedurale. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit. Një ngjarje frikshme ka ndodhur sot në Tiranë, ku një i ri 27 vjeç, identifikuar vetëm me iniciale MB, është rrëzuar aksidentalisht nga lartësia e pallatit ku banonte në rrugën Thoma Koxhaj. I ri u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e këtij aksidenti dhe po punon për të parë nëse ka pasur shkaqe të tjera që kanë kontribuar në këtë ngjarje. Situata e triut, sipas të dhënave paraprake, është e qëndrueshme. Një aksident i rënd u shënua në Skrapar, ku një automjet me 3 të rinj doli nga rruga dhe rrezikoi seriozisht të përfundonte në lum. Ngjarja mund kishte pasoja tragjike, por u shmang fal një reagimi të jashtëzakonshëm qytetar që ka bërë xhiron e rrjetit këtë orë. Rastësisht në vendngjarje ndodhej kamionisti jetënor Merko nga Korça, i cili
po udhëtonte në të njëjtin aks rrugor. Ai ndërhyri menjëherë, duke lidhur një litar të fortë në kamionin e tij dhe duke mbajtur automjetin e aksidentuar për të mos lejuar rrëshqitjen e mëtejshme drejt humnerës. Kamionisti e mbajti mjetin të stabilizuar deri në mërritjen e forcave zjarrfikse. Fal këtij veprimi të shpejtë dhe vendimtar, 3 të rinj të nxorën të sigurt nga automjeti, duke shmangur një tragjedi të rëndë. Një aksident i rënd ndodhi mesditën e sotme në rrugën e Arbrit, në vendin e quajtur Ura e Vocit. 2 makina janë përplasur me njëra tjetrën dhe përpasoj është plagosur rënd një person. Aksidenti është konstatuar nga drejtuesit e mjeteve të tjera të cilët udhtojnë në këtë aks rrugor, edhe kanë njoftuar menjëherë policinë dhe ambulancën. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur forcat e policisë dhe autoambulanca, të cilët kanë bërë të mundur dërgimin e të plagosurit në spital, ndërsa më pas nisën menjëherë edhe hetimet lidhur me shkaqet e aksidentit të rënd. Nga informacionet paraprake mësohet se gjendja e të plagosurit është kritike. Vijojnë konfliktet mes adoleshentëve. Një tjetër është regjistruar në Kuçov, i cili ka eskaluar në përplasje fizike, ku një 17 vjeçar ka goditur me thik një 19 vjeçar për motive të dobta. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka sjellë ndërhyrjen e menjëhershme të policisë. Sipas njoftimit zyrtar të kësaj të fundit, i plagosuri është transportuar në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka referuar materialet në prokurori për të miturin, ndërsa hetimet vijojnë. Më shumë se 435 kg kokainë e pastër është sekuestruar në portin e Gioia Tauro në jug të Italisë në një nga operacionet më të mëdha të viteve të fundit. Sipas medias italiane, La Stampa, Guardia di Finanza zbuloi ngarkesën në prag të Krishtlindjes, duke e cilësuar si një paketë të rrezikshme festash për krimin e organizuar. Droga ishte fshehur në një ngarkesë prej rreth 1000 qesesh me kikirik të nisura nga Amerika Latine dhe të destinuara për Europën lindore. Autoritetet theksuan se sekuestrimi përbën një goditje të rëndë për financat e organizatave kriminale, pasi porti i Gioia Tauro mbetet një nyje kyçe e trafikut ndërkombëtar të drogës në Europë. Sipas përllogaritjeve, nëse kokaina do të dilte në treg, ajo do të sillte grupeve kriminale mbi 70 milion euro. Aksioni u zhvillua në kuadër të kontrolleve të intensifikuara të fundvitit në një nga portet më të ngarkuara të kontinentit. Rënja e ndjeshme e çmimit të kokainës po detyron organizatat kriminale të rikthejnë në përdorim nëndetëset e drogës, të cilat më pari fundosnin pas çdo transporti nga Amerika e Jugut drejt Europës. Sipas Policisë Nacionale Spanjolle, ndërtimi i një nëndetëseje kushton rreth 600.000 euro, ndërsa çmimi me shumicë kokainës është përgjysmuar në rreth 15.000 euro për kilogram, duke bërë të pamundur sakrificën e tyre. Tashmë trafikantët shkarkojnë drogën në det, krijojnë platforma karburanti dhe i rikthejnë ndetëset për udhëtime të shumta. Vetëm në Spanjë janë sekuestruar 123 ton kokainë vitin e fundit, ndërsa aktiviteti i nëndetëseve narko është rritur ndjeshëm në 2 vitet e fundit. Paralelisht, autoritetet raportojnë një shpërthim të prodhimit të drogave sintetike. Në Spanjë janë shkatruar më shumë laborator amfetamine, MDMA dhe metamfetamine se në 18 vitet e mëparshme, duke sinjalizuar një zhvendosje të rrezikshme të hartës së narkotikëve në Europë. Policia turke ka arrestuar 115 persona të dyshuar si antar të Shtetit Islamik ISIS, të cilët dyshohet se po planifikonin sulme gjatë festimeve të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Operacioni u zhvillua pas informacioneve që tregonin kërcënime kryesisht ndaj qytetarëve jo musliman në Turqi. Sipas zyrës së kryeprokurorit të Stambollit, kontrolli u krye në 124 banesa në Stambol, duke rezultuar në arrestimin e 115 personave nga 137 të shpallur në kërkim. Gjatë aksionit u sekuestruan pistoleta dhe sasi të konsiderueshme municionesh. Autoritetet turke theksuan se operacioni parandaloi potencialisht sulme terroriste gjatë periudhës festive dhe vijojnë hetimet për identifikimin e të gjithë të përfshirëve. Televizioni shtetëror sirian raportoi se forcat jordaneze kryen sulme ajrore kundër rrjeteve të trafikimit të drogës në pjesët jugore dhe lindore të provincës Suejda. Objektivët përfshinin unaza dhe depo të përdorura nga trafikantët,
të shënjestruara për të parandaluar kontrabandën drejt territorit jordanez. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Jordanisë konfirmoi se operacionet synonin bazat që shfrytëzoheshin për trafik armësh dhe drogrash. Në koordinim me partnerët rajonal, forcat neutralizuan disa trafikantë dhe shkatruan objekte të shënjestruara. Banorë lokalë raportuan dëgjimin e granatave jashtëzakonisht të rënda pranë rrugëve të kontrabandës, duke dëshmuar intensitetin e aksionit që synon goditjen e rrjeteve kriminale ndërkufitare.